Pozitat e Belinda Ballukut me drejtsinë Savin dhe rëndohen, ku veç akuzave zyrtare disa procedime penale me subjekt numrin 2 të qeverisë janë regjistruar në SPAK. Syri Televizion ka mësuar se një prej tyre është procedura e tenderimit të segmentit të Unazës së Madhe të Tiranës në zonën e Astirit. Rreth 5 vite më parë, banorët kallëzuan penalisht në prokurinë e kryeqytetit zyrtarët më të lartë të vendit, përfshirë kryeministrin Edi Rama, kryebashkiakun Erion Beliaj dhe ministrën Belinda Balluku. Organi hetuesi i Tiranës vendosi për pushimin e çështjes duke ju drejtuar gjykatës, teksa kjo fundit konstatoi mos kompetencën dhe ja delegoi dosjen gjykatës së posaçme. Rreth 10 ditë më parë, kjo fundit pasi lexoi aktet vlerësoi se ekziston dyshim i arsyeshëm mbi shkelje ligjore të shprehura në kallëzim. Në këto rrethana orientoi përfaqësuesin e prokurisë së posaçme të regjistronte procedimin penal, veprim që është bërë rreth një javë më parë nga SPAK. Kjo fundi tashmë pritet të hetojë procedurat, ushtroi kontrolle dhe thërras persona që mund të kenë ndjeni. Banorët pretenduan se zyrtarët përfshirë Ballukun kanë shpërdoruar detyrën, duke shembur banesa e biznese në mënyrë të palishme, si dhe kërkonin hetimin e procedurave të tendrit që e konsideronin korruptiv. Ata theksonin se janë bërë ndryshime të projektit dhe fituesi ishte preferencial. Burime pranë organit hetues konfirmuan se për të 8 lotet e Unazës së Madhe, që janë shpenzuar rreth 450 milion euro, janë duke u kryer verifikime nëse janë zbatuar procedurat pas akuzës zyrtare që u ngrit ndaj Belinda Ballukut për segmentin e Shkozës, që njihet si loti 4. Në sit janë njëmori prokurimesh të tjera të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, përfshirë autoritetin rrugor shqiptar, ku nuk përjashtohet mundësia, tha i njëjti burim, që të tjerë persona të merren të pandehur.